një qeveri që kur Macedonia s'ka pas qeveri ma pro-sërbe se që e ka sot. Kur. Asnjëherë. Edhe ma me ndikim se që ka sot. Sepse do t'ju tegoj edhe pse. Aty mbrenda në koalicionin qeveritar është një partite e cila me thas ka investuar Vučići. Znam. Po, që të merë, edhe të forcohet, edhe kështu që. Ka investuar në forma ndryshme edhe të vëmëroja. Edhe unë nuk besoj që këtë nuk e din kryeministri i Kosovës. Se nëse këtë nuk e din, atër me të vërtet le ti largoj atë shërbime, ato për çfarë i shërbejnë. Këto e informata që i din edhe zogjtë ati. Edhe ti këtë ta dish, edhe me të vërtet tash ti të shkojnë variant që shiqoni, t'ju thuj shqiptarëve ndëgjoni se kjo është zgjedhja jonë më e mirë, është gabim. Unë e di që ndonjëherë edhe nuk e zgjidhe, se Maqedonasit votojnë edhe kanë votuar edhe në rregull. Po unë mbroj, edhe matematikisht më duket se mund të mbroj, se në këto rrethana më mirë shqiptarët mos marrin pjesë në qeveri se sa të marrin pjesë në qeveri. Ju preferoni që shqiptarët jenë jashtë qeverisë? Ai atëherë do të jetë më i kujdesshëm ndaj shqiptarëve se sa tani, se ai tani ta mbyll gojën, thotë çete i keni, thotë 4 parti, jo 1. A nga ana tjetër, ata nuk vlejnë, ata jenë ma kesh se mos kesh. Se kur s'ke ti bardel, kritikon, thue, pse se kemi. Ta është ja i thotë shqyqo, me rruvesh me këto shqiptarë, a këto dalin, gjithmonë këto dalin, edhe që thonë? Thonë, BDI-a, qarë bat ju të BDI-s, ju e tërprut popullin, që është e vërtet, gjitha këto janë të vërteta, gjithë thonë ata. Po, ata nuk kanë ardhur aty që të tregojnë çfarë ka bërë BDI-a, që të tregojnë çfarë bëjnë ata. Edhe kështu që neve na rrotullojnë atje. Adi si thonë, çdo gjë është gënjeshtër, vetë rrotullimi rreth boshtit të pafuqisë tënde është e vërtetë. Edhe një ose dy pyetje të fundit. Sa duhesh. Tek Vleni, dy gjëra u shpërfaqen si problematike. Lista e kandidatëve për kuvendet komunale, që këta s'po pajtohen të shkojnë bashk apo jo, kishte logjika të ndryshme, që Taravari e tha në studion time që unë jam që të shkoj edhe me listat veçanta. Edhe ishte çështja edhe me kandidat, po themi, të Aleancës për shqiptarët, edhe çështja e fuzionimit në një subjekt politik për cilën Arben Taravari duket se nuk pajtohet, e tha tek unë për shkak të dallimeve edhe ideologjike. Tha, këto janë parti që kanë rrjedhur nga BDI-a, unë e kam një, po themi, lidhje të largët me Partinë Demokratike Shqiptare të Arben Xhaferit. Mendu Thaqit më vonë, për këta më duke se s'kanë qenë në partinë e Thaqit. Është ideologjike, janë ideologjike problematikat, apo realisht ka kështu probleme që nuk po arrin të gjejnë një modus operandi për kandidatët, ose si t'i bëjnë listat e përbashkëta?